Që disa nga bizneset të cilët qëndrojnë ndoshta financiarisht më brisht mund edhe të rrezikoj deri të zvoglimi i numrit të punësorëve apo ndoshta edhe deri te mbyllja. Ne kemi bërë edhe një analizë kështu për që kemi pa që çmimi që na ka ofruar Kesko është madje më i lartë se në Gjermani. Do të jemi detyruar të rritim çmimet e eksportit, po në asnjë nuk kemi prit një rritje prej mbi 200%. Vendimi është mjaft shqetësues sepse çmimi dhe oferta e vetme që na ka ardhur deri tani nga Kesko është jashtëzakonisht e lartë, përkatësisht mbi 200% dhe kjo i atakon të gjitha bizneset, por në veçanti ato prodhuese dhe me mundësi që disa nga bizneset të cilët qëndrojnë ndoshta financiarisht më brisht mund edhe të rrezikoj deri të zvoglimi i numrit të punësorëve apo ndoshta edhe deri te mbyllja. Konkretisht tek kompania jon, impakti dihet gati 1 milion, përkatësisht fatura nëse bazohemi nga viti i kaluar kemi paguar 430.000 euro, kurse nga oferta e re do duhet të paguaj 1.350.000 euro. Dhe sigurisht që kjo kompaninë tonë, meqense se kemi gati 60% të sasisë të prodhuar e eksportojmë, nuk e rrezikon ekzistencën e kompanisë, por është sigurt që do ta zvogloj rritjen tonë dhe investimet, të cilët i parashohim gjatë viteve në vijim, dhe kjo sigurisht që me këtë e bën edhe që në planin afatgjat të reduktohet, përkatësisht rritja e punësorëve në të ardhmen mund të jetë më i kufizuar. Keqja është që nga këto 19 kompani vetëm Kesko na ka ofertuar me ofertë dhe të gjithat e tjerat, një pjesë e madhe, pavarësisht që ne kemi kontaktuar zyrtarisht përmes emailave, shumica prej tyre nuk kanë përgjigj fare, kurse një pjesë e tyre na është përgjigj negativisht që nuk janë të gatshëm me ofruan një shërbim të tillë tani për tani. Është Keku, do thotë që ka thënë nuk ka sasi të më tepër se sa ato gjithë sasia është e kontraktuar për Keskon, pastaj është Sharr Cemi, i cili është operator autorizuar, por bën furnizim vetëm për nevojat e vetanake dhe një 2-3 kompani të tjera që s'punkuj Noa nëse s'gaboj, ka thonë që nuk është e gatshme sepse duket që për tregun e Kosovës është një e re dhe kjo është edhe një dëshmi shtesë që askush përveç Keskos nuk është i gatshëm që në periudhë kaq të shpejt të del në treg të lirë dhe të ballafaqohet me këto çmime enorme. Ne kemi bërë edhe një analizë kështu për që kemi pa që çmimi që na ka ofruar Kesko është madje më i lartë se në Gjermani, përkatësisht në Gjermani është rreth 200 euro për bizneset të mëdha, kurse neve na është ofruar 260 euro. Kurse në Shqipëri e Maqedonisë sillet megavati, çmimi megavatit nga rreth 100. Do thotë është dyfishi i çmimeve në rajon. Një prej gjërave që Kosova ka pas lirë ka qenë energjia elektrike. Kurse edhe kjo po rritet, ne Kosova nuk ka tubacione të gazit, sepse në perëndim, po edhe në disa vende të rajonit, kompanitë prodhuese përdorin si energji, do thotë gazi, i cili është shumë më i lirë. Ne nuk kemi tubacione të tilla dhe kjo sigurisht i vetmi burim pothuajse për prodhim është energji elektrike dhe kjo kur rritet sigurisht që mund të shkaktojë një efekt negativ, qoftë në bilancet e kompanive, por më tepër unë besoj që do të reflektoj edhe me rritjen e çmimit, do të thotë që i prek drejt për drejt edhe konsumatorët. Ne do të bëjmë përpjekje që mos të rritim çmimet, por ndoshta do të jemi detyruar të rritim çmimet e eksportit, por në produktet në tregun vendor nuk do të rritemi të paktën për një periudhë jo. Çdo rritje e kostos së prodhimit, që në rastin ton nga 3% shkon në 5%, është edhe zvogëlim i profitit të kompanisë dhe mund të ketë impakt negativ sepse mund ta reduktojmë marketingun, mund ta reduktojmë pjesëmarrjen në pronajëre të ndryshme dhe në një mënyrë tjetër sigurisht që ka ndikim negativ. Sigurisht që ka qenë i ngutshëm, përkatësisht ka qenë i vonuar njoftimi dhe për më tepër shumica për neve nuk kemi prit një rritje. Neve na shton kështu në takimet jo formale që një rritje do të ketë 30 deri 50%. Po në asnjë nuk kemi prit një rritje prej mbi 200%. Prandaj është kohë shumë e shkurtër. Unë mendoj që vetmi operator i cili është i gatshëm është Kesko, sepse për të është mirë se ardhur sigurisht çdo rritje e çmimit dhe rritje profitit të tij. Por për kompanitë në Kosovë ekonomik, përkatësisht prodhues, por edhe sektorët e tjerë, sigurisht që është një ngarkesë shumë e lartë. Kërkesa jonë është 1 vjeçare
sepse ne jemi pro daljes në tregun e hapur, sepse kjo është sigurisht edhe kërkesë edhe Bashkimit Evropian, edhe në të gjitha vendet e rajonit veç tani më kanë dalë në tregun e hapur. Por në ky periudhë 12 mujore, neve do të na mundsonte që të investojmë në energji të ripërtrishme apo në bateri industriale, të cilat do të pjesën më të madhe të energjisë apo deri 70% të energjisë do ta prodhonim vetëm përmes paneleve solare dhe kështu do të reduktonim shpenzimet, përkatësisht ato pagesat që do t'i merr në këtë rast KESCO dhe kompanitë e huaja përmes blerjes së energjisë, do të mundim të investojmë në kompanitë tona duke rritur prodhimin e energjisë veterane.